Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall gjithashtu ai që ka frikë, Allahu i jep dritë në zemër. Na i thojmë prahtësi, i zgjut. Ka njerëz zgjut në dunjë, ama i zgjut i cili janë. Thot Allahu në Kur'an Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Nëse i oju që keni besu, nëse keni dro Allahun frikë Allahun, Allahu ju dhuron juve furqan. Çfarë do të thonë furqan? Allahu ju jep mbrahtësi që me dallu të vërtetën nga jo e vërtetë. Ju jep mbrahtësi me dallu sunetin prej bidatit. Ju jep mbrahtësi mi kuptu do mesele që njerëz të mëdhoj si kuptoj, ama ti kuptoj. Pse? Se Allahu Azza wa Jall të ka stolis me devotshmëri. Për ata vëllai ibn Abbasin kupton të diçka që ndoshta pleqt e Medinës ose pleqt e sahabëve nuk i kuptojsh. Se pa të bo doa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu e pat stolis, e pat zbukuru me dituri, dhe Abdullah ibn Abbasi kur e pyetën se si u bën dietar, u përgjigj tha për çka ke lutjes pejgamberit Allahut dhe tha kur kam pi ujë Zemzem kam bën dua që Allahu të më jape dituri, Allahu Azza wa Jall të më jape rizq, dhe i kam lutë Allahut Azza wa Jall që Allahu të më jape mirësi në ahiret. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ja ka plotësu Abdullah ibn Abbasit. Për këtë arsye thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Kujt Allahu si jep dritë, ai s'ka me pas dritë. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها." A mund të jetë barabartë? Ai që ka qenë i vdekur e na kena ngjall. Ne i kena dhënë dritë që me ta hecë mesin e njerëzve. Ash i barabartë ki, sikur ai që jeton në për errësira, që hecë mesin e njerëzve, në errësira që kur s'ka me dalë pe atyre errësira. Para të thotë Allahu Azza wa Jall, ai që ka frikë Allahun, Allahu jep rahmet mëshirë të difisht. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dhe Allahu ju dhon dritë. E kuptove ti pse ki kuptua hakun? E pse ai mjeku jot, profesori jot, ligjeruesi jot, që për të ulesh mbong dhe çuditësh, mahnitësh me detyrin e tij, s'mund ta kuptoj atë që e kupton ti. Se Allahu të ka dhënë dritë. Sa ka mundësi bebza e sinit me dhon efekt kur s'ka dritë. Për shembull, ka ndodhur ndonjëherë me një podrum edhe mos me pas dritë në ta, edhe i përshëndet me shtillën e parë. A ki krujt ballin ndonjëherë? A ka ndodhur? Ka ndodhur shpeshherë. Po sind ku i ki pas? Në ball e ki pas. Ama sind në ballin e ki qau. Pse se dritë? Para ta thot Ibn Taymija, zemra e njeriu dhe Kur'ani dhe Sunneti janë sikurse sind dhe drita. Me mungu drita, kejt tërë. Si nuk japin efekt. Thot zemra jo besimtarit nuk e jetë efektin për çka mungesës së dritës. Nuk i shefaj. Krejt i shef, ama nuk i shef haku. Për ata ti mos u ban mendje madh, me thonë se unë në hak. Po në qofë se dhe je në hak, ti se ki për vetë, këta ki e dhurat për Allah. Ulle pak. Ulle gjoksin pak. Ulle krijen pak. Ulle ballin tanë. Pra të Allah u ka thonë ullu. Se këta e ke për mej. Nëse ti e ki e të vërtetën Allah ta ka mundësu, ti a mendon se me batarien tonë, me volt e batarijës tonë të e ki pa. Ato janë zerë. Nëse Allahu Azza wa Jall si jep dritë, s'kan kur po me po dritë.